Përshëndetje shikues të nderuar, jemi këtu me kandidatin për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Fatmir Ramosholli. Përshëndetje Fatmir. Mirë se ju gjej. Faleminderit që pranove intervistën. Me kënaqësi. Deshta me aboni pyetje, çysh e komentoni paketën e fundit, pakon e fundit të qeverisë? Të them drejtën, unë nuk do dua fare ta komentoj, sepse për mua kjo pako në kohën e cila propozohet është një fyrje e identitetit të shoqërisë kosovare. Edhe pse thirret në një pako, për mua është një pako lëmosh dhe shoqërisë kosovare po i fyet identiteti çdo herë para zgjedhjeve. Kështu që ju bëj thirrje kudo që janë qytetarët e Kosovës, mos pranoni kësaj lloj pakoje të cilat vinë mu në kohën para fushatave, sepse një qeveri ndërgjegjësme do ishte mirë të interesohej 11 muaj më parë, ose s'paku kjo pako do të vinte më herët, po jo çdo herë në fushata të nxjerrën pako, të cilat pako sipas mendimit tim ndoshta edhe nuk janë pako që i përfshin gjitha kategoritë, po janë gjithë përfshirëse, kështu që për mua kjo pako mbetet edhe një herë fyrje e identitetit njerëzor dhe të shoqërisë. Fatmir, deshte edhe një pyetje, çka të shtyjë të kandidosh për deputet për Partinë Demokratike të Kosovës? Ajo çka është thelbësori është çdo herë me gjithë aktivitetin tim, me gjithë qenien time, çdo herë kam dashur të bëj gjëra të mira për vendin tim. Po pse tani më vendosa të pranoj kandidaturën për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës në Kuvendin e Republikës Kosovës është fakti se tani më jemi në një periudhë shumë të vështirë. Kosova përqet në një mënyrë që vërtet pasojat do të jenë shumë të mëdha. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që unë si Fatmir, po edhe shumë Fatmira tjerë të mundohemi që me votën tonë, me angazhimin tonë, të kemi mundësi ta themi zorin tonë që është momenti që Kosovën ta nxjerrmi nga kjo humner. Nga ky vend baj apel los qytetarët e Republikës Kosovës, kudo që janë, pavarësisht ngjyrave politike, që të mendojmë për shtetin mbi gjitha, sepse fundja partitë shkojnë e vinë, po shteti mbetet. Ky shtet është krijuar mbi gjakun e luftëtarëve. Ky shtet është ndërtuar mbi pjesë ushtarëve, cilët dhanë gjymtyrët e tyre vetëm që ne sot ta gëzojmë lirinë. E të përmbyset, e të hudhet në humner, është e pandërgjeshme, e pamoralshme, dhe historia këto nuk do të na i falë. Kjo ka qenë arsyeja. Unë e vi si deputet me propozime të qarta. Fokusi jam do jetë familja, ekonomia dhe mërgata, nga se vija dhe nga vetë mërgata. Kështu që në kuadër të familjes, prioritet do jap rinis e cila meriton një mirëqenie më të mirë, një mirëqenie sociale që të bëjnë një jetë të dinjitetshme. Gjithashtu ekonomin ta kthejmë në pikën, t'ja kthejmë Kosovës imazhin pozitiv, sepse ne duhet ta dimë, pa investime kapitale, Kosova nuk mund të ecë para. Kjo ndodh vetëm në Kosovë kur krijohen institucione stabile, kur Kosovës i kthehet një imazh pozitiv. Ndërsa mërgatën do mundohemi të punojmë fuqishëm, të jemi zëri i tyre, po mbi gjitha do jam një zë që
nuk duhet ta shfrytëzojmë Mërgatën vetëm për vjelje të votave, por Mërgata meriton një respekt më të madh sepse është pasuria kapitaleve intelektuale e Kosovës. Në rregull, Fatmir, faleminderit shumë për këtë intervistë. Me kënaqësi, ju falenderoj edhe në prift e mbara. Votojnë Partinë Demokratike, numrin 125, votojnë Fatmira Mosholli, numrin 61.